Përshëndetje të gjithë. Çamëria ka faqe të lavdishme në historinë e saj. Përcjellën vetë krenare, por në Çamëri ka edhe momente shumë të zymta, tragjedi të vërteta të popullsisë çame. Dhe sot ne do përkujtojmë njërën për atyre. Masakrën e 6 marsit 1925. Për këtë masakrë kanë shkruar shumë, por asnjëherë nuk kanë thënë të vërtetën. Dhe misionarët anglezë që kishin topin e kandarit në dorë, kur vinte puna e mëshironin Çamrit për masakrën që ishte bërë, por në fund të fundit nuk thanë asnjë gjë. Unë e kam përgatitur në respektin tuaj, unë e kam përgatitur temën në letër. Por përvoja më ka treguar që kur flet, bashkëbisedon, ngjit më shumë. Ngjit më shumë. Dhe pikërisht pse ngjit më shumë, unë do të ndalem disa aspekte. Masakra e parametirës u krye në 26 e 27 qershor. Për këtë nuk do të flasë. Pas masakrës së parametirës 26 e 27 qershor, në 2 shtator, 22 shtator, 1924, nuk mbeti kënd Çami në Çamëri. Pra, data 22 shtator, 1924, nuk mbeti kënd Çami në Çamëri. Kam botuar para disa vjetësh një libër para 25 vjetësh. Dhe atje kam një fotografi të Musademit me disa pjesëtar Çam, familje Çame, me një ark në krah. Unë atëherë nuk e dija këtë që ky ishte data 22 shtator që i thoshte Lantomil, dramën e Çamërisë që ikte nga Çamëria në persecucion. Kjo është fotografi të ngon 22 shtatorit. Pas 22 shtatorit, situata në Çamëri nuk stabilizuar. Konfliktet në mes të Majtës dhe të Djathës ishin shumë të ashpër. Forcat e djathta dhe ngadalë po dobësoheshin. E Majta pushtoi gjithë qendrat e Çamërisë. Pushtoi Parametin, Filatin, Margëlliqin, me një fjalë gjithë të zonë. Ky e detyroi forcat e Zelës, Edesin, që me anijet angleze të sterojnë në Korfus. Dhe kështu Çamëria ra në kontrollin e të Majtës greke. Që për Çamrit, në sy e faqe, kjo ishte si thuaj një parti që i mbështeste. Por e vërteta është se jo më pak krime kanë bërë të Majtët në Greki se sa të djatët. Dhe do të tonë e të shumë më më. Në këtë situatë, kur gjendja në Çamëri ra nën të Majtën, Komiteti Antifashist Çam, që ishte krijuar në dhjetor të vitit 1924, me kryetar Musademin, dhe me një grup tjetër u nisën për në Filat. Rrugën për në Filat ata pa një tragedi të vërtet, pa një tmerr të vërtet, fshatra të djegura, shtëpitë shkatruara. Dhe ata menduan aty për aty se përkthimin e Çamëve me kishte e Majta do ishte e vështirë. Musademi prej kësaj shkoi në Athin. Në Athin ai mori kontakte me qeverinë provizore greke. Por në mënyrë të veçantë mori kontakte me leat anglez dhe u tregoi atyre se çfarë kishin vuajtur shqiptarët e Çamërisë gjatë shëndimit, gjatë masakrave të Zelës. U krye atyre që të ndihkonin për kthimin e shqiptarëve në Greki. E para, e dyta, ju kërkoi atyre që pronat e shqiptarëve Çam të shpërbleshin, dhe e treta, ju kërkoi atyre të krijohesh një garanci për familjet do ktheheshin. Dhe këta e morën përsipër gjë të tyre.
por në momentet caktuara, këto ishin shapër të përqillë për Fasin Çamin, se këta kishin bashkëpunuar vetë me zervën në krimet në parameci. Këta kishin qenë se duhet që thaj profesor Pudun, kanë qenë në djenit të gjitha kombinacioneve të bënde gretë. Në kthimin e tij Musademi nga Athina qëndroi te komiteti te kryesia e EAM-it e Partisë Komuniste Greke në Janin. Po ju jap një shembull, po ju jap një lajm të mirë. Musademi, që në vitin 1942, sipas burimeve të fundit greke nga arkivat greke, ka qenë antar, ka qenë një nga njeriu që kishte kontakte me krerët e të majtës në Janin. Ashtu që kishim neve për shembull qarkorin e Gjirokastrës. Në Janin ishte qarkori e Amit. Dhe ky kishte kontakte me qarkorin e Amit, se qarkorit e Amit i leverdishte kontakte me Musademin në mënyrë që të ndikonte për të bërë shqiptarët e Çamërisë në frontin antifashist nacional shqiptar. Ai aty u kërkoi këtyre që të garantonin sigurinë e familjeve Çame, që do ktheheshin në Çamëri, nëse do të ktheheshin, megjithëse kishte përhapur lajm komiteti antifashist që mos u kthenin tani se ka pasiguri. E dyta, ju kërkoi atyre që të plotësonin kushtet minimale për kthimin e familjeve Çame. Përgjigjja që mori Musademi në Janin ishte e para. Kushtet për të kthyer familjet Çame në Çamëri nuk janë. E dyta, shtëpitë janë të djegura të shkatëruara dhe ne nuk kemi mundësi ekonomike që t'i ndihmojmë këto me ushtime dhe me veshpatje. Dhe e treta, në Çamëri akoma nuk është stabilizuar, nuk e kemi kontrolin sepse aty ka mosmarrëveshje, ka hashmëria dhe mundet të ketë edhe gjëra të papërkishme. Musademi në këtë kohë kthehet dhe bën një kërkesë tek te përfaqësuesit të anglisë në Tiranë. Dhe i kërkon atyre që të jenë më të vëmendshëm. Në këtë kohë, në Varkiz, në 11 shkurt 1945, bëhet marrëveshja e Varkizës. Marrëveshja e Varkizës ishte marrëveshja më e zezë e më e dëmshme dhe më e gabuar që bëri qeveria e Amit Geta. Sipas kësaj marrëveshje, do krijohesh një unitet dy fronte, e bajta dhe e djathta. Dhe këtë front do ta merrte e djathta. Kjo është e marrëveshje që bëri në Varkiz me ndërmjetësinë e kryeministit të Greqisë dhe përfaqësuesit të aleatëve. Akoma pa u tharë boja e marrëveshjes, gjithë bandat e Napoleon Zelës që ishin Korfus, me anije zbritën në skelat kryesore të Çamërisë. Vasil Ballumi zbriti në Vorë, Ilia Kaça nga Polofshati zbriti në Vumenicë, Pantazeit, një nga bandat kryesore të zonës Paramitis, zbritën në Sajar, dhe këto u turën në përfshatrat për të masakruar të majtën, sepse nuk kishin ku të gjeni Çamën më aty. Ndërsa Çamën që ishin mbledhur rreth 5-6.000 veta, ishin mbledhur në Sajar, në Filat. Mirë, por qeveria e Amit kishte vendosur një rregull, që asnjë familje Çame nuk duhet kalonte Kalaman. Se në qofshë do të kishin kaluar Kalaman, kasapana do të çeken më e madhe. Dhe këta, mbasi bën krime në përfshatrat kundër të majtëve, u drejtuan në Filat. Filat u bë kasapana.
Atje u grumulluan vajzat, dhe nuset, në Kotrofiun e Filatit. Kotrofia ka qenë një konflikt i fëmijëve të Filatit. Atje e grumulluan të gjithë këto, dhe atje me gratë dhe me vajzha, këta bënin gjërat nga më të pamoratshme. Bile përmendi një historiane, Jorga Keci, profesor Pullumi. Unë e kam njohur personalisht atë, dhe ka pasur shumë miqësi. Ajo ka bërë një artikull shumë dashamirës, shumë proçave në studimet historike. Ajo ka një shëmb, ma ka treguar vetë në gojën e vetë ajo botë. Tha, masakrat ishin kaq të tmerrshme, tha, sa një grua çame, tha, një nusere çame, tha, me një fëmijë në dorë, për t'i larguar rrezikut, ngjitet në minaren e xhamisë. Dhe ata ju ngjiten përsëri mbrapa, tha. Ja marrin këtë fëmijë, tha, dhe ja hedhin. Dhe këtë e kanë përdhunuar në mënyrë kaq të tmerrshme, sa ju tha, pashi Zotin, më jepni një thikë të vras vetën. Masakrat e grekëve kanë qenë të jashtëzakonshme. Po tregoj edhe një gjë tjetër. Një nga kriminalët më të mëdhenj të Greqisë, të bandave të Zerrës, ka qenë Dimitër Gallani. Dimitër Gallani nuk mbetesh prapa Vasil Ballumit, nuk mbetesh prapa Ili Kaçës. Dimitër Gallani, kur masakronte gratë e të majtave, nxori nga brezi një thikë e madhe, e shikoni këtë thikë. Me këtë thikë, tha, unë kam qarë 60 gjokse grapsh. Kjo është e shkruar. Dhe këtë shëmë, këtë fakt e japi historiografia greke. Duhet të thënë një gjë, që s'duhet harrojmë. Masakra e Filatit dhe masakra e Paramitris, në të gjithë librat që shkruajnë sot Greki, e quajnë të pafashur Napoleon Zerva. Thot Napoleon Zerva nuk kishte dieni për masakrat që u bën në Paramitri. Napoleon Zerva nuk kishte dieni për masakrat që u bën në Filat. Masakrat e Filatit nuk i bën bandat e Zervës. Thot përfaqësuesi i Anglisë Palmer që shkojnë për të verifikuar gjendjen e krimeve të Çamit dhe takoi atë Sarandin që përmendi profesor Pullumi, që ishte një nga bashkë si thuaj mbështetësit kryesorë të kësij. Por thot bandat, krimet kundër Çamit i bën thot për çështje ashmërie dhe numri atyre thot nuk i kalon të 60. Me fjalë të tjera, Çamëria ka pësuar shumë, por të vërtetat e çajmërisë akoma nuk janë zbardhur. Duhet të një gjë, megjithëse as aleatët nuk bën asnjë lidhur me zbulimin e masakrave të Filatit dhe të Çamërisë, mbas 25-s ishte Komiteti Antifashist Çam, ai që ngreti zërin dhe mori përsipër të zbarret të vërteta. Në 1926 do të bëhesh konferenca e paqes të Parisë. Komiteti Antifashist Çam krijoi një dosje të veçantë për krimet e grekëve, për krimet e Napoleon Zervës. Dhe nëpërmjet ambasadës së Beogradit, që atje në mos gabofsha ishte një kapua, do t'i nishte në Paris. Konferencën e Paqes. Si? Konferencën e Paqes në Paris. Konferencën e Paqes në Paris. Mossadegh kërkoi qeverinë shqiptare që Çamëria duhet të ketë përfaqësuesin e saj. Mirë po, ministri i punëve të jashtme në atë kohë ishte Enver Hoxha, nuk mund të çonte një përfaqësi me një komunitet të flishte në konferencën e paqes dhe nuk e dha fjalë. Dhe Mossadegh e ndihti konferencën e paqes me shumë vëmendje, dhe kur në ditët e para dhe ditët e para nuk u fol, ai kërkoi nga Enver Hoxha një takim të më thrasë një takim. Ai nuk e pranoi dhe Enver Hoxha, ky Mossadegh i dha dorëheqjen. Të
Gjitha këto duhet kujtuar. Por ka një gjë. Partia Komuniste Shqiptare e sapo krijuar, çështjen çame e pati prioritetin e vet. Partia Komuniste Shqiptare dhe personalisht Enver Hoxha e ka ngritur shumë zërin për masakrën e Filatit, për dramën Çame, pa drejtësi i Çamit. Por kaq kishte mundësi, kaq mbani lekët e qeverisë shqiptare në atë kohë. Prandaj ne duhet jemi objektiv, realistë dhe të shkojmë drejt historisë. Për çështjen Çame, për dramën Çame mund të flitet shumë. Por ka një gjë. Historia ka treguar kur faktet janë me dokumente, ngjisin më shumë. Kur fjalët bëjnë, do të thënë drama e Çamërisë bëhet fjalë kafenesh dhe merren përsipër të shkruhen nga njerëz të paaft, i bëjnë dëm Çamërisë. I bëjnë shumë dëm Çamërisë. Unë kam lexuar herë mas here, i lexoj dhe shikoj ca gjëra që nuk qëndrojnë. Nuk qëndrojnë. Nuk ka pse t'i lavdërojmë Çamit për gjërat që kanë ne. Çamit kanë virtyte të larta shumë. Ja për të tregoj një shembull tjetër. Lidhur me 6 marsin 1925. Kur u larguan familja e Çamit, atje me një djalë 15-16 vjeç. Sepse nuk arriti ky të bashkohesh me familjen se kishte marrë ca mikë të vet në familje. Dhe sapo e morën vesh që kishte mbetur një djalë Çami, lajmërojnë Zoj Pantazeli, që e kishte qenë në Filan, në Varfër. Kishte në Varfër. Van, e rrethuan shtëpinë, mirë pa ishte porositur, greqisht e në dinte, që tregonte se ishte i krishterë. Mos me të zgjatë shumë, o arrit që 2 fshatra bën beslidhje sidheri me Grikohorin, që të mos e dorëzonin këtë djalin. Dhe kryetari i fshatit të sidherit janë të shkruar ato. Është një historian nga Gumenica, që ka bërë një libër shumë interesant. Dhe tha, unë tha jam nga Sidhe. Çamrit e Varfënjit tha më ka vrarë djalin. Dhe ne ka njeri, tha, që unë duhet të hakmerrim ndaj Çamrit jam unë. Po mos më vranë Çamrit e Varfënjit, tha djalin, tha. Mua Çamrit, tha, e Varfënjit na kanë mbështetur. Po mua ma vranë, tha, 2 veta. Hasani dhe Hishemi ishin 2 binjatu, që ishin prototipi i negativitetit në të zonën e Çamërisë. Tha, ma ka vrarë ata, tha. Prandaj, tha, djalin e do të mbroj me besë, kur të shuhen e të gjithë, ndo shuhen e djalin. Kujtë e mbroj 2 vjetë, edhe u kthye në Shqipëri, faleminderit shumë.